People say I'm crazy. Just let them talk, but I really don't mind. You know, for me it's all a different story. Because I found what is so hard to find. Crazy about you, feels so good. I'm just crazy about you. Në një tjetër takim jemi bashk në takimin e radhës të çfarë nuk tregojnë femrat. Çfarë nuk tregon një grua e jashtëzakonshme, me zemër të madhe, e cila I ka përmbushur rolet dhe qëllimet e saj të jetës si bashorte e përkushtuar, si një nënë e denjë, dhe mbi të gjitha për të dhënë dashurinë në një familje për të patur të bashkuar, por sot, përveç të gjitha këtyre elementeve, për ta njohur ndryshe, do të flasim për pasionin e saj për media. Media nuk është vetëm vizive, është e transmetuar edhe ndryshe tek publiku, tek spektatori gjithashtu. Me zërin e saj, shkonte mira dëgjues. Jo rastësisht e kam të ftuar në këtë takim sot për të folur për pasionin e saj për radion. Ato radiot që shpesh herë kur jemi në udhëtime të gjata, I dëgjojmë, I ndjekim, I adhurojmë, por mbi të gjitha jemi dhe më afër publikut. Sadiana Hoxha, por ne e njohim Nushi I Vale Kaltër. Faleminderit që je me mua. Faleminderit Diola dhe mirë se ju gjeta. Ju uroj gëzuar vitin e ri dhe qoftë I mbar. Faleminderit për të gjithë. Faleminderit për ftesën dhe si gazetare unë të uroj suksese në rrugtimin tënd. E vlerësoj jashtëzakonisht që je me mua, nuk hezitove në asnjë moment që të ndash eksperiencën tënde për mua dhe për të gjithë shikuesit e televizionit blu, por mbi të gjitha unë dua të di se si kanë qenë fillimet e tua Nushi për radion. Ne të identifikojmë me radion, Radio Vale Kaltër. Nushi Radio Vale Kaltër. Si nisi ky pasion? Unë neve tim ke thirrur pikërisht në janar, në datën 28 janar. Neve kemi në të vitit 2000 kam marrë licencën, në vitin 1999 ka filluar transmetimet. Shumë I vështirë. Për ato vite ishte shumë I vështirë. 26 vjet plot në treg. Të vetmit në qytetin e Vlorës, ndoshta kemi pat konkurrentë të tjerë, po kemi rezistuar. 26 vjet nuk janë pak, pas shumë nuk janë, po dhe shumë nuk janë. Megjithatë ne jemi në treg, kemi fituar licencën dhe për 7 vjet të tjera. Një jetë të tërë, Nushi. Po si u gjende në radio? Si të erdhi ky pasion? Unë faktikisht gjyletërsinë kam qenë nxënës e mirë. Kam pretenduar gjithmonë, kam qenë e mirë, po që do punoja në radio, kur nuk më kishte shkuar në mendje. Një shoqe ka patur shumë qejf, emigrua në Itali në vitet me rimorqatori dhe kur u kthyem, bëri radion. Vetëm thjesht me një disk, domethënë nga ata të veçlit, dhe mikrofon, dhe kjo ishte, dhe kulla që transmetonte, filloi transmetimi Radio Vale Kaltër. E kujton ditën tënde të parë, Nushi? Po. Kur ke qenë vërtet para një mikrofoni, nuk e patur vizibilitet, se radio këtë ka. Ti duhet ajosh publikun me zërin, me ëmbëlsinë, me dashamirësinë. Do të thënë, të gjitha ato virtyte që un kam mundësi që për publikun ti plotsoj, të themi, me mimikën, ndoshta me shprehin, ndoshta me një buzëqeshje. Në radio nuk e ke. Viola, ditë kesh gjë parasysh, unë nuk kam punuar për të folur në radio. Ndoshta në një rast jashtëzakonshëm, më është dashur që të flas, po kur unë kam pasur fols, në fillimet e mia kam patur fols, edhe unë kam përgjithmonë pultin e transmetimit, muzikën. Muzikën dhe sot që flasim bashk, unë bëj pultin e transmetimit. Kurse ka frymëzuar Nushi për këtë profesion? Vetë Viola, dëgjoj, ajo fillon dal nga dal. E shikon si është biznes, në fillim e shikon si biznes, pastaj ai të bëhet pasion. Nuk largohesh dot. Unë është e pamundur të mos dhe darkë të jetë tani në orën 8 të darkës, unë do vetë te pulti i transmetimit. Te mikseri, ç'a do bëj? Do zgjedh. Unë jam e fiksuar mbas viteve 90, 80, 90. Jo se nuk më pëlqejnë këto këngë të viteve të fundit, po vitet 80-90 është bërë muzikë. Nuk ka padyshim, është muzikë që nuk vdes. Dhe në mëngjes, sidomos, kam pak dhe përplasje, edhe me punëtorin, me gazetarin, ai ande unë këtej ka thënë dua këtë. Jo, sepse
ti je në ecje, në mëngjes ke audiencë, ke violën, ke mua, moshën time, ke të vegjël, i ke të gjitha moshat që janë në lëvizje. Muzika hip-hop ose muzika e lehtë të vënë në gjumë, në mëngjes ti do adrenalin, të ecësh, të zgjuhesh. Do të thënë tashmë i di preferencat e publikut. Komplet. Jam e vetëdijshme për atë që çfarë vendos. Kjo këmbgulja jote, që tek e fundit ti di çfarë do viola, çfarë do një mas me gjër e të gjitha me radhë. Të ka nderuar gjithmonë në sensin që kjo këmbgulja jote, që ti e di vitet 80-90, muzika e këtyre viteve shkon. Viola shiko, është bërë muzikë. Kur nuk vdes. Më thuaj kush vdes? Europa, Fred Mercury, Pinka, Tina Turner, Michael Jackson, më thuaj një, asnjë. Tani bëri kënga i sot, këndohet 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, harohet, humbet, zhduket nga tregu. Ata nuk vdesin. Nuk them, edhe sot ka patjetër, ka muzikant, që po them që unë për vete jam në këtë. Gazetarët që kam patur janë të zhanreve të ndryshme, bën ajo zgjedhjen e saj, thotë dua këtë. Megjithatë, në radio është një gjë që ti je i lirshëm, ke lirshmëri. Mëson, radio të mëson, Viola. Të mëson shumë. Unë tek ty e kam pasur eksperiencën e parë në radio. Të mëson. Dhe ishte vërtet një eksperiencë ndryshe nga televizioni, Nushi. Se këtu padyshim duhet të jesh edhe impostuar, se nuk mund të jesh gjithmonë e lirshme në sensin e qëndrimit apo të vokabularit e të gjitha. Kurse në radio ishte ajo lirshmëria sigurisht në shtëpinë tënde mes 4 mureve dhe ti flisje lirshëm. Ta jep radio. Radio ta jep atë lirshmëri. Në radio nuk të shikon njeri, mund të vish dhe me çizme. Mund të vish dhe e pa lyre, e pa. Radio të bën të mëson. Të mëson. Në do të mësosh, futu në radio dhe pastaj i ku duash. I ke rrugët e hapura. Për mua. Pastaj në eksperiencë jote. Nushi, në qoftë se i referohemi edhe vështirësive, se padyshim që shumë vite në treg, kjo punë ka pasur edhe vështirësi. Kë do më veçoje si momentin më sfidus të eksperiencës të në radio? Fillimet kanë qenë shumë të vështira, Viola. Pse? Sepse në radhë të parë duhet të dije, dhe më thënë, imagjino Shqipëria sapo dolëm nga në të shtata, nga sistemi, nga të tëra. Megjithatë, 2 gazetarët e parë që i mbaj mend si sot ishin me eksperiencë sepse kishin punuar në Radio Vlorën atëherë e quajtur Radio Vlora, pak vite ishte në treg dhe pastaj ajo u spostua dhe zurëm vendin e saj morëm ne. Ne e vendosëm radio se emrin Radio Vale Kaltër, sepse ai që na i shoqi e mori në Itali ishte e tillë ishte. Me këtë emër, po është njësoj. Dhe kemi filluar shumë domethënë më jep Viola një disk, më jep tjetri një disk, domethënë duke marr nga të tjerët. Nga viti në vit pastaj u futesh në treg, rregullatoria, sistemi i ri që reziston shumë ndryshimeve në kohë. Absolutisht. Ne jemi konform të gjitha rregullave që kërkon autoriteti audioviziv i mediave. Fillon viti të kërkon të drejtën e autorit. Je i detyruar ta paguash, ka procedura të rregull e Radio Vale Kaltër e ka ndjekur këtë. Plus neve kemi insistuar, unë për veten dhe im shoq ka insistuar për të mbajtur këtë program që kemi sot, që mos ta largojmë shqipen nga radioa. Ka mundësi në mëngjes shqiptare të alternuara në drek popullore. Kur nuk i kemi hequr në 26 vjet. Kemi patur tentativa për t'i hequr. Kemi patur luftë me brezin e ri. Domethënë hiqje, jo. Keni qenë besnik të pyetjeve tuaja? Jo, kështu më ka pëlqyer, ndoshta kjo më ka dhënë avantazh sepse dhe bizneset nuk janë gjithmonë të moshës tënde, të djalit tim, të fëmijëve janë të moshës time dhe e duan populloren, e duan shqiptaren, e duan. Kjo me këtë. Si përgatitesh Nushi para se të jesh në një live? Të duhet shumë kohë përgatitje apo tashmë ti je mësuar me sot që flasim bashk, nuk e kam problem fare live-in. Mund mos kem bërë asnjë folder gati, asnjë muzikë. Jam ulur dhe kam filluar vetëm me siglën e emisionit dhe unë në moment e kam karikuar çfarë më duhet dhe i them fol, sepse natyrisht unë kam një gazetar andej, që ajo di. Jo, ajo di ndoshta edhe më mirë nga mua, edhe më shumë nga mua. Për sa i përket e muzikës, edhe di, është dhe në lëvizje. Dhe i më thot, duhet kjo sot, do vëm këtë sot, do vëm këtë sot. I them unë, hajde karikoj dhe
zgjidh çado. E kupton? Nuk e kam më problem të zgjedhjet e muzikës. Nushi, e kujton ndonjë të themi situatë më të papritur që të ka ndodhur në transmetim? Gjithmonë. Ka patur Më veçon ndonjë që të vjen ndërmend. Ka patur raste, për shembull, siç jemi tani unë dhe ti, pulti është këtu dhe gazetari është ata në xhamit, se radio është në xham. Po, kandarës. Haron pultin dhe bën muhabet me atë. Bën muhabet, po ti nuk e di se çfarë muhabeti mund të bësh, e kupton? Dhe ka marrë vetë ndërkohë gjithë tak vjet mesazhi, "Jo, fik e harroi mikrofonin ndezur." Nga kush nga njëri që mund të kaloj me radio. Është në makinë dhe dëgjon. Ka patur plot raste. Po ndonjë rast tjetër që të vjen ndërmend apo përgjithsisht këto janë ato incidentet e vogla? Këto janë, radio duhet të jesh shumë i kujdesshëm, Viola. Duhet të jesh sepse të paktën ai i pultit duhet të jetë shumë i kujdesshëm, sepse ai mikrofonit varet nga DJ pultit. Ai mikrofoni mund të të nxjerrë shumë. Mund të fillojmë të mbajmë violën në gojë apo nushi në gojë dhe pastaj mori vesh gjithë. Kështu që ka patur incidente, ka patur dhe kam patur gazetarë të mirë që janë në Vlorë. E duan radion të rinj të Nushi? Nuk besoj, Viola, po ta doni, nuk e di pse. Kjo është një sfidë e madhe edhe për televizionin, se neve shikojmë dhe veten, nuk ulemi më para televizionit. Ne kemi këta telefonat, rrjetet sociale dhe jemi aty të mobilizuar. Shiko. Por radioa mendoj që është një dashuri tjetër, një ndjesi tjetër, se dy të ndodh që të bësh rrugë të gjata. Nuk e duan, për mua nuk e duan përderisa ka që e kanë pasion. Ti Irisën e nje. Po. Irisa e ka pasion. Është e çmendur, nuk punon në radio, po do ta bëj një emision në radio. Ken Deni Lana. Deni vdes për radio. Për të bërë një emision. Që Deni e ka punuar edhe në madje dhe Irisa në mos gabojmë të dy kanë qenë tek mua. Në televizion, po. Edhe Vita, Afrovita i saj. E kam pasur edhe Afrovitën, kam bërë emision e mëngjesit. Ka që e duan punë, Viola. Kanë punuar tek mua, kanë ikur tek mua, kanë vrapuar tek ty, kanë ikur nga ty, kanë vetë tjetër. Po që nuk janë ndar media. Po që nuk janë ndar media, ndërsa Brezi i ri nuk janë po Viola do vish ta kërkosh. Do vish do thuash që kanë një vend për mua të bëj një emision për Renin Argëtys. Pastaj ke kritere kur të vetë ofrohen gazetar ose të vetë ofrohet një vajzë e re apo një djalë i ri që ka pasion? Ke kriter Nushi për të zgjedhur? Absolutisht, dëgjoj. Apo e jalë të hapur deri? Absolutisht, Viola. Unë kam një gjë të them, dua të punoj në radio, kam marrë të punoj në radio. Çfarë ke mbaruar dhe çfarë ditë të bësh? Çfarë je javë të bësh? E kupton? Aty pastaj radio të mëson vetë, Viola. Nëse ti sot gabove, nesër ti e ke të ditur se çfarë do vazhdo, sepse është pothuajse e njëjta rrugë, e njëjta në atë emision do bësh ti. Pastaj nëse do ta bësh emisionin ndryshe e bën. Ai që ka pasion, po ta them unë. Po, është edhe një mesazh i mirë për të gjithë që na ndjekin, që kush e ka pasion, kush e do botën e televizionit, kush e do botën e të bukurës, kush e do të jetë afër me pjesën e madhe të njerëzve, sa mund të depërtoj tek ta, të transmetoj mesazhe të bukura për jetën dhe me jetën, padyshim që e gjen mundësinë. E gjen për mua është dyhet se s'bën, nuk e di pse, po telefoni ndoshta nuk të jep gjë. Nuk të jep gjë. Të jep për momenti që të kalosh apo të argëtohesh, po për të ardhmen tënde nuk të jep gjë. Viola është thjesht një, si na ka patur rallin e ne nuk kemi pat mjet komunikimi, nuk kemi pat telefona. Nuk kemi pat, vërtet nuk kemi pat. Më shumë afër televizionit, afër radios. E kemi ndjekur. Tani janë bërë portalet. E si shikon portalet, Nushi? Se ti je në botën e medias. Viola, dëgjoj, çdo portal janë të dëmshme, po e vrasin ato, janë ato konkurrence pa drejtë si për televizionin ashtu edhe për radion? Janë. Pse? Sepse ti merr një nipt dhe vetë hap një faqe. Në atë faqe mund të bësh çfarë? Jo, bën çfarë duash. Njofto, humbi ky çels, humbi ky qen, është kjo dyqan, është. Ndërkohë unë paguaj një taks amës. Edhe ju si televizion. I pas autoriteti audiovizual thotë të drejtë autori dhe kjo është taksa që të vendos ai. Si unë kam të drejtë, ti ç'a bëre? Ke hapur një nipt, ke paguar thjesht një nipt. Dhe ti mua më ke spostuar. Dashur pa dashur më ke spostuar me këtë që bën ti. Kjo është konkurrencë pa drejtë. Megjithatë
Nuk e çaj bën, kjo është. Ke besimin se do rikthehemi si te radio dhe te televizioni, siç është ka qenë pasioni njëre një kohë? Apo e shikon të vështirë rikthehemi? Nuk e di, nuk jam e bindur për momentin. Po un kam në fillimet e mia kemi qenë në Itali dhe sot kur komunikoj sepse kam njerëz në Itali, radion e kanë të shenjtë. Radion e kanë primar. Radion e kanë të shenjtë. Dhe në ambientet e shtëpisë, të paktën dhe në eksperiencat që un kam jetuar jashtë, ata e ndezin radio në ambientin e shtëpisë Nushi, jo vetëm në për makina apo në për Jo, e kanë ata. Edhe komunikimet, për shembull, në filan vend për rrugët e kanë. Është më gjithë përfshirë se radio. Po, është. Kjo na bën që të mendojmë që është më gjithë përfshirë se ekrani i një televizioni. Apo shiko, Viola, ti je në makinë, hipen makinë dhe erdhën bashkë të dyja. Hape radion. Televizori nuk e pe, nuk e shikon. Nuk e shikon, radion e dëgjon. Dëgjon çdo gjë. Radio të mban precisë më mirë. Është. Po tani do ka ndodhur që si për herë, ose si që mund të ndodhën për dishmërin tonë që mos të jemi në Terezi, edhe po ty të duhet të japësh energjin pozitive në radio. Ka ndodhur, Viola. Po si motivon vetë? Jo, nuk, ato që ke të tuat, çka ke ti të nden, është e imja. Unë e kam model, e kam si primare në jetën time, kështu kam qenë gjithmonë. E supozojmë se më ndodhi një fatkesi në shtëpi. Atë fatkesin unë e mbaj për veten time dhe kur vete brenda shtëpive, mureve të shtëpisë time, unë e di. Po kur jam me Violën jo, sepse nuk ma ka borxh as Viola, as punëtorët e mi, asnjë. Absolutisht jo. Jo. Po të qenit grua të penalizon të drejtosh një radio, Nushi? Jo. Në rastin konkret ju e keni të themi biznes familjar? Po. Po që gjithsesi në pjesën më të madhe të punës e bën ti. Në mos gabofsh. Po. Të penalizon apo kërkon një sforzo pak më të madhe për ta bërë si duhet të punë? Në radio, në fillimet tona, kemi qenë të dy me tim shoq, po ai është në biznes tjetër, pastaj u rit djali dhe erdhi djali, bëri ndryshime, pastaj avash, jo aparaturë, nuk e parë që ndryshimet e teknologjisë. Pastaj nuk më bezdis Viola. Unë kur ngrihem në mëngjes, më duhet se s'bën që të vete në radio. Duhet vetë se s'bën në radio. Është bërë si jo, është mendja, është punë, Viola. Duhet kuptosh një gjë që unë e kam punë atë. Dhe ajo punë mua, dua apo s'dua, më jep kënaqësi. Mua më jep jetë. Radio më jep jetë. Nuk është problemi i lekëve, se dhe lekët. Ka të ardhura radio, Nushi? Po të punosh. Si funksionon një radio? Në qoftë se na iluminon pak më tepër ose na përfshin në botën e radios. Në radio është, qoftë televizori bën një reklam dhe bën me logo, me video, me të tëra, radio është thjesht reklamimi ose tekst për të bërë. Por po të punosh, po Vlora është çike vështirë. Po pse që në audiencë? Nuk e di. Edhe televizionet për të ndarë edhe eksperiencat tona dhe televizionet rajonale kanë pas të vështirë terrenin e Vlorës. Nuk e di përse Viola, po unë nëse ne jemi 13 radio. Jemi audiencë që paragjykojmë në Nushi? Them se jemi. Mos ndoshta kjo ndikon? Po, shiko Viola. Ne jemi 13, kemi në fillimet tona të radios kemi bërë me Iris Luarasin, që ishte radio, do me thëmë 13 radio bashk. Ne çdo vit konkurojmë në Kosovë, në Gjakov, në 36 radio ballkanike, ose 40 radio ballkanike, që janë të Ballkanit. Konkurojmë me një spot publicitar tot ai, ose me një reportazh. Çat kesh. Konkuron. Kemi pat raste ne kemi fituar. Kemi pat raste nuk kemi vajt për të konkuruar. Po duke komunikuar me këto 13 radio, duke dhënë eksperiencë, ai kërkon nga mua emision dhe unë marr nga ai emision. Kemi pas në vazhdimsi. Ne jemi ndryshe, Fieri është ndryshe, Lushnja është ndryshe. Po si ka ndryshuar në vite? Nuk e di, ata punojnë, tarifat i kanë, nuk dua të bëj publike tarifat që kanë ata. Neve të ne, jo, është e pamundur. Unë për veten time, bizneset më të shumta i kanë fierakër, janë nga Fieri. Po mos ndoshta nuk besojnë? Shiko. Dgjoj se unë e vëre edhe bisedën mes miqve ose edhe mes familjarëve të mi ose edhe unë vet.
Unë vetë në televizion nuk e shikoj Nushi. Pse? Sepse zgjedh të shikoj klanin, topin, apo t'u jap më rëndësi se ç'mund të kenë, se dhe ata janë vlerësuar duhet. Viola, dëgjoj çik. Jo, nuk është problemi aty. Sepse dhe ti je dikushi. Po. Je dikushit dhe ti i jep. Këtij qyteti i jep dhe i ke dhënë shumë. Unë shikoj dhe televizionin tuaj, televizionin blu. Është ndryshe. Ndryshe dhe nga televizionet e tjerë. Me qasje të moderuar. Ndryshe. Po, shikoj emisionet, shikoj popcastet, shikoj në terren, shikoj se vete syri, vete këtë tek ajo. Po nuk e di pse vlonjatët. Nuk e di. Duhet i investoni. Po pse duhet i jepnin një televizionin që punon apo një radio që jepi. A din që Bashkia e Vlorës ka të drejtë që mediave ka një protokoll, apo stafat ne kemi Fierin. Unë kam Radio Fierin, në Fier janë 4 radio. Dhe ai thot unë vit për vit, kur kam përvjeton në radio, më investon Bashkia. Po. E kupton, më investon Bashkia, plus bizneset. Ndërsa në Vlorë jo. Vetëm kur ka qenë shpëtim gjika. Më ka respekt. Ka pasur një farë absolutisht lidhje. Në çdo kuptim të E ke kërkuar me të tjerët Nushi? Nuk apo ke qenë dhe ti indiferent dhe je përqendruar tek ai biznesi? Nuk, jo, Viola, nuk kam pasur, nuk dua të nuk kam vajtur që po të dua që ta bëj një event, po të dua që ta bëj një event e bëj vet. E bëj. Po të vetë në bashki, ndoshta dhe bashkia nuk ka diskutoj, po them sipas rregullit ka një protokoll apo stafat për media, jo një televizion. Jo, dhe ti nuk do ta pranosh si bashki që këtë fond unë t'ja jap njoftimet, fjala vjen, Violës. Pse do ja Violës? Për çfarë arsye ja jep ti tenderin Violës? Qartë. Kur në Vlorë, jo, duhet parë Viola. Pse? Sepse në Vlorë ka 4 media. Sa media janë në Vlorë? Edhe më pak. Më thash 4. Unë i di shumicë sa janë. Atëherë pse duhet ta marri X-i dhe unë të them që ajo nuk bën. Ku di ti që unë s'bëj? Unë kam 26 vjet në treg. Po mos të bëja, kështu të dalim tek ato që kanë përpara që po, është e vërtetë audiencia, edhe paragjykimet janë Viola, në Vlorë jemi të vështirë ne. Si ke marrëdhëniet me podcastet? Ke vajza dhe djem të rinj që vinë dhe kërkojnë të bëjmë podcaste? Kanë biles para. Si kjo që jemi ne? Po, para vitit 3 më ka kërkuar një çun, nuk e di, më kërkoi për të bërë një podcast. Edhe i thash, hajde, kur duash, edhe në radio se këta hapur. Pas një lloj nuk të kërkoj asgjë, bëj çfarë duhet. Mendon se jemi të suksesshëm ne që po bëjmë podcaste në shi. Si shikon këto biseda Dhe pse është kaq e vështirë që të kesh të ftuar në podcaste? Prap neve do shkojmë tek audienca, se duam nuk duam ne prap aty do shkojmë. Pse jemi kaq të kompleksuar ne si Vlorë? Sepse podcasti, unë ty të kam të ftuar sot për të folur për eksperiencën tënde në radio. Po. Apo jo, është një eksperiencë e veçantë, është një pasion që ti investon, është një pasion që ti po e rrit familjarisht, e ke ushqyer embrionin, e ke rritur dhe normalisht sot e kësaj dite po kërkon që ti rezistosh. Pse është e vështirë që të vish të më flasësh dhe për familjen tënde? Për mua nuk është e vështirë podcasti. Biles për mua është një risi e re. Është një risi shumë e bukur. Është një risi që mua personalisht, po flas për veten time, mua ti tani, unë personalisht të them ty faleminderit që më dhe mundësinë që të din diçka ndryshe për Radio Vale Kaltër. Ndoshta ai e di, audiencë, publiku e di, po ka njerëz që nuk e di, nuk e kanë ide fare. Kështu që unë nuk për podcastet jam pro dhe është risi e re dhe është gjë e bukur. Do rezistoj ose do ketë ekzistencë radio në të ardhmen Nushi? Si e shikon? Nuk është jo vetëm për radion tënde. Flasim për përgjithësinë e në përgjithësi për audio. Besoj se po Viola. Pse ti ke në Tiranë gjithë ato radio? Ke në Fier, ke në Vlorë, ke në Lush, ke në Sarandë. Edhe në Sarandë ke. Unë kam bashkëpunim me Radio Sarandën. Po që besoj se po të punosh ke. Do të thënë, e shikon në afatgjate medjen auditive? E shikoj afatgjate sepse unë për shembull djali im do futet djali dhe nëse se nuk do të vi fjala vjen Viola, do futet vet. Do bëj biznes familjar vet, të flasi vet, të bëj vet. Nushi, si e matë dëgjueshmërinë? Domethënë, si e ndërton atë lidhjen, marrëdhënien me dëgjuesin? Ne kemi një libër, çdo vit ne atë libër për Bragabish se mora, ama
bën një audiencë vet, autoriteti audiovizivi, po dhe thotë ai të dërgon libri dhe thotë je këtu e para, e dyta, e treta, e katërta. Si ka qenë Vale? Ne kemi qenë të tretët në vite. Po thuaj se të tretët, po. Është arritje, është sukses. Të tretët, kam unë libri. Në rang kombëtar, do me thënë, të mendosh që ti konkuron me një Top Albania Radio, apo me një, nuk e di, çfarë radio Klana. Janë shumë radio që janë futur në treg janë kombëtare. Pikërisht. Dhe po apo të mua duhet shumë dashur, ka njerëz që thotë, radio është s'më pëlqeu Vale Kaltë do kaloj të ndryshon. E kupton, po ka njerëz që janë besnik Viola. Ka janë besnik nuk e heqin. Nuk e heq, ti jenë në makinë, e mban te topi se kështu dua, apo në vetë Vale Kaltë se kështu dua. Janë besnik të radios. E nëse jemi kthem prapë pasionit tënde dhe eksperiencës tënde të gjatë, cili ka qenë intervista jote e preferuar? Dhe pse? Ose e preferuar, mase jo, por që ty të ka lënë shihet mirë. Se ke pasur të intervistuar kam patur jashtë mase. Se janë 26 vite. Jashtë mase. Nuk kam për të haruar, ndoshta e kujtova dhe para kur pash një foto të Anita Bitrit. Ka qenë e ftuar e Jo, Anita erdhi te mua si kjo kost në darkë, në mbrëmje, me vllajën e saj. Kishte ardhur në Vlorë dhe erdhi te Radio Vale Kaltë për të prezantuar albumin që kishte nxjerr. Dhe direkt në studion e radios Vale Kaltë, Anita Bitrit i bërë telefonat, hajde se ke për të shohin. Është i sëmur. Ato momente Anita iku dhe duke u takuar me ne dhe duke thënë që unë do rikthehem përsëri në radio dhe më vonë pastaj vdiq Anita dhe kupton më ka ngelur mendja. Nuk arriti dot atë ta bënte atë donte në qytetin e saj. Kishte dëshirë. Pastaj të ftuar ka pas plot Viola. Plot. Vin vetë në shi? Vin vetë. Po të them Viola ke dëshirë të vish në radio sepse kam këtë ka këmbgulur gazetari, jo. Pa tjetër, stafi që ti i falenderoj për këmbguljen, kam pasur plot, deputet, këngëtar, mjek. Ndihen më të shkujdesur në radio, nushi të gjitha këto personalitete? Ndihen më të lirshëm, Viola. Nëse ti e krahason, po, pikërisht, nëse ti e krahason me çfarë shikon tek Bluja dhe krahason me radion tënd, ndjen më të shkujdesur apo ndjen më vetvetja? Jo. Çfarë i bën më komod në radio? Në radio Viola ke lirshmëri. Ti kujton se bën muhabet, ne jemi duke bërë muhabet bashk. Haron që jo, shiko, e ke mendjen, po dalo se po do më shikojnë, po kam e kupton se në radio harroje. Radio je thjesht duke bërë muhabet për çefin tënd. Mund të kesh një pjatë përpara me çfarë duash, Ka ndodhur dhe kështu. Ka ndodhur. Do kënaqemi me Nushin. Patjetër që do kënaqemi për gjërat bukura të radios. Radioa është zëri i fuqishëm për të shkuar më afër njerëzve, por mbi të gjitha është edhe rezistenca në kohë. Ne do të shkojmë në publicitet dhe do të kthehemi pas pak me të tjera gjëra të bukura. Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekte në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City dhe Regina Garden. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
Jemi sërish së bashku, jemi tek ato gjëra që lam për gjysëm me Nushin e Vale Kaltër. Do të flasim tashmë për ato lapsuset që bëjmë. Se lapsuse bëjmë këtu në televizion, lapsuse bëjmë dhe në radio. Ke ndonjë skenj që ke gabuar, ose ke pasur ndonjë të ftuar, ka qenë ndonjë gabim kështu, ndonjë gjë e vogël që nuk duhej thënë në moment live-i, po që i keni kaluar kështu me sportivitet, me humor. Ka pasur plot raste, plot. Të kujtohet ndonjë tani në kujtohet këtë një me moment? të nderin Vangjel Sako. Vangjeli Keni thënë ndonjë të fortë? ka thënë të fortë, unë kaltërua, pastaj u mundua, pastaj anashkaloj edhe u harua i muhabet. Po do t'i erdhi me mesazh, i tha, "Ore Vangjel, çfarë po bën?" Janë të vëmendshëm. Janë shumë të vëmendshëm. Janë të sepse vëmendshëm. Ne kemi këto punëtorët që janë të fasonerive. I kemi klientë të patundur. Ato atje mbajnë ku punojnë ajo ka radion. Kjo është e vërtet. Ka radion. Sapo dhe një model që vërtet, domethënë na shkon mendja rrallë. Edhe ato tani ne na kërkuan një nder, ne gjithmonë popullorët i vendosnin në 12. Na kërkuan si nder ti spostonim 12:30 ambukon. Do ne vendosnin 12:30 dhe ne spostuam dhe larguam. E keni spostuar. Po, për vetëm për ato, sepse e kërkuan, ju lutem, ose në tren ne dalim, jemi në autobus, mund të dëgjojmë çik muzikë shqiptare, mos na vendosni për të qetësuar, për të hequr lodhen, stresin Viola. dhe lodhjen e Ka përditshme. patur lapse, ka patur plot, Viola, plot. Çfarë mesazhesh të tjera të bukura të kanë ardhur? Çfarë kërkesash të tjera të bukura të kanë ardhur? Ka Nushi? patur, Viola. Çfarë mund të na sjellësh në memorje? Në kërkesa Ja njësoj si kjo kërkesa që na I vi këtë muzikë në këtë kohë. ka patur çdo fundjavë un kam pas emisionin fundjavë me ju në Radio Vale Kaltër. Po. Me telefonata live, me telefonata në Të ka ndodhur të çfarë gjashtë Nushi? Mua jo, po kisha një djalë nga Fieri, atë e shani, dhe një ditë ai e përjetoi shumë keq. Dhe I thash, punë e madhe. Ajo E shani për theksin tani, këtë ma jo specifiko. për theksin jo, po e shani se ai ndoshta ti jep të përshtypje sikur ishte ndonjë vajzë, po një djalë që ka 4-5 motra para dhe vetë vjet mbas 5 motrave normal që po ishte shumë I shkathët si dhe dinte ta menaxhonte. Dinte. Mirë, kjo është gjë e mirë. Ka pasur pastaj një tjetër, një Eftiola Korçare. Kishte lindur për radio, Viola. Kishte lindur. Sinqerisht. Po çfarë duhet të ketë një I lindur për radio Nushi? Ajo kishte Ti sot ke 30 vite eksperiencë. Ajo, jo. Unë bëj për radio? Ta thash, bën. Po, përderisa bën për televizion dhe nuk ke asnjë çik absolutisht emocione, komplekse. radion e ke hedhur për tej. Do të thënë mund të bëj eksperiencë tek te. Ajo ishte lindur dhe rritur në Korçë, mbaruar universitetin në Itali. U gjend në Vlorë sepse kishte të shoqim në dhe vjen në radio. Imagjinoti se si janë emigrantët, që as nuk lyen, as nuk mbahen, nuk janë si puna jonë. Me vjen në radio dhe më shikon dhe më thot, kam dëshirë, thotë, kam qef radio, thotë. E pash, them drejtën e nënvlerësova. Do the ere parë në gjithë historinë e radios. Sa e vërtet ja? Sinqerisht. Ma pëlqen shumë kjo. Jo, Vjolta, dhe kur erdhi puna pastaj, Viola e bëri radion. Mrekullisht. E bëri. Kishte radion pasion, nuk kishte çati thoshje. E kishte, më kishte lindur për radio. Ajo kishte mbaruar për ekonomi, po donte dhe radion. Ishte vetë. Është radio, është dashuri, Viola. Ka plot, ka të lodh, të mërzit, ka stres, po muzika gjithmonë të largon nga komplet, mund të kesh një mal me halle, duke të qua muzikën t'i ke haruar çdo gjë. Të shkëputesh. Përfshihesh në botën e vet. Pastaj të tjera. Nushi ti edhe nënë e dy djemve? Një djali dhe një vajzë. Një djali dhe një vajzë. Kush nga këta të dy e ka pasionin për radion? Kush e ka më të brëndshëm, më të fortë, më këmbgulës? Djali është një ndër DJ-t në Vlorë, ndoshta e njeh. Punon diskotekave të Vlorës, punon diskotekave të Tiranës, Kosovës. Ka punuar gjithë bearin në diskotekat e Tiranës në Jal. Ai e ka qef. Ai e ka në manë në dorë dhe aparaturat dhe do me thënë, ai e ka qef. Po vajza çfarë profili ka? Biologjiki, ajo ka mbarë për biologji, nuk është e martuar, është familja, jo është, nuk është nga trojet, është me 2 fëmijë të vegjël për momentin dhe nuk është angazhuar me familjen, me fëmijët. Kur ke parë djalin që ka ndjekur rrugëtimin tuaj, edhe tëndjen dhe të bashortit tënd, ka pasur ndonjë këshill që ja ke dhënë ose ke dashur t'ja japësh edhe sot e kësaj dite? Apo e ke lënë të lirë? Unë kam dashur gjithmonë t'i jap këshilla, po
ju breziri keni sensin e unit. Do më thënë, unë di dhe ti nuk... Edhe ti nuk di, dhe kështu, ma mirë të rishim edhe bëj si duash, e kupton? Po gjithmonë pasione ka pati shumë radion e Mshoq. Është një ndër tiktusët më të mëdhenj të ta kapi gnajen dhe gabimin. Dhe duke që në ardhur rrugës thot, shko se ka pak shumë kjo radio. Mos e ka smuar të filan gjë në pult. Do më thënë, ai është pastaj... Kritiku më i madh. Po. Është ka radion e ka kështu. Çfarë është të jesh nën, Nushi? Të jesh nën Ti je nën, je gjyshe sot e kësaj dite. Po çfarë është të jesh nën? Të jesh nën është mrekulli, do të thënë. Është mrekulli, është përgjegjësi. Gjithmonë është e vështirë, do të thënë, për fëmijët, si do rriten, si do edukohen, si do ecin në shoqëri, si do jetë ardhmja e tyre. Gjithmonë një nën nuk e zgjumi, duke menduar edhe tani që mendon se thua, unë e martova djalin, ka krijuar një familje. Jo, Viola, kur, asnjëherë. Unë për shembull jam gjyshe dhe prap për nënën time, do të thënë, asnjëherë e kthem. Jo, asnjëherë të qenurit nën nuk resht. Nuk resht. Ka ndjesira më të forta roli i gjyshes? Shumë Se thonë, të paktën unë e kam me të dëgjuar. Shumë Viola, dëgjoj. Që mjalti duhet më shumë, është e vërtet? Është e vërtet. Unë kam 3 nipër, 2 nipër e 1 bes. Dashuria pa kushte, dashuri pa kushte. Dashuri që të shplodhin. Kanë lodhjen e tyre, po të shplodhin. Të ka ndryshuar kjo dashuria e rolit të nënës që ke qenë, rolit të gjyshes, Nushi, në vite? Do me thënë, ka një formul prindërimi të ka bërë të kuptosh ndryshe të qenin 2 statuse edhe nën edhe gjysha? Nuk, do me thënë, nuk duaj që të magazmoj njëri nipin. Kjo është, unë për shumë mund të kemë për qatë... E do më shumë niprit apo mbesat? Dashuria është... është një sojë. Kam një nip që kam brënda të djalit. Po. Nuk dua për shembull që djalit i flasi. Nuk dua që djalit i bërtasi. E kupton? Nuk dua. Paçka se domethënë më dhimbset. Po këto janë të bëjnë që ti nuk i ke bërë kur ke qenë nën, për shembull nuk e nguruar ti flasësh djalit. Këto ndryshon, gjyshi pse thon. Ju tregon histori nga rinja jote? Janë të vegjël vela akoma. Nuk janë ende në po. Janë 3 vjeçër, 4 vjeçër. Nuk arrin të kuptojnë akoma, janë akoma. Sa vite ke martuar? Kam 34, 35, kam mirë për 35 vjet. Si ka rezistuar ka gjatë martesa, Nushi? Do thuash kohë të ndryshme, do thuash breza të ndryshëm, të tëra qëndrojnë. Por kemi dhe nga brezat tuaj që mund të kenë shkuar në divorc. Qënë një suksesi të një familje të bashk? Të qenurit bashk, një familje, në botë nuk ka familje prefekte. Që të thuash ka prefekte, ka ullje, ka ngritje, ka edhe krisje, që i themi ne, po kryesorja është si do të mbash dhe si do të menaxhosh këtë familje. Dhe për mua, rolin kryesore ka gruaja. Pse? Do thuash që sa do duroj një gruaja, sa do bëj, sa... Se ne nuk durojmë fare dhe ditë dhe se. Është e vështirë për të thënë për juve, se nuk di të them, po them për veten time, duhet të durosh për hatrin e fëmijëve, duhet të durosh për hatrin e prindërve. Kështu ka qenë koha jonë atëherë. Dhe ne kështu nuk na doli keq. Ja ku jemi. Burë, grua. Do të thënë, është më mirë ky modeli juaj, do të thënë për hatër të fëmijëve duhet të durojmë, për hatër të prindërve duhet të durojmë, për opinion të shoqërisë duhet të durojmë. Por ndërkohë që sakrifikojmë... Jo, nuk jam dakord, për opinionin jo nuk jam dakord, po për ty të sakrifikosh për atë fëmijë. Viola duhet marrësh një gjë parasysh. Se atë fëmijë kur mund të arrisësh vetë? Si mund të arrisësh vetë? Jo, e ke gabim. Pa babain, merr nga mua e ço te Viola. Merr te Viola e ço te babai. Po babai ka një grua tjetër, bashkëton. Po mami ka një shok që del pi kafe. E çfarë mësimi mund marr ky fëmijë? Për mua. Po është, nuk po flas për tjerët. E kupton, më mirë pajtohu me iden që do ndahem, do divorcohem, dhe këta fëmijë do t'i rris vetëm, do t'i edukoj dhe do mundohem me bashortin, ish bashortin
të jemi ur komunikim me bashkë për atër të fëmijëve, në të kundërt pastaj mos e merr guximin, mos u marto fare. Sepse sot numri rekord i divorceve është rekord. Harim atje ku harim që vret buri gruan ose gruaja burin, është të trondesin opinionin, nuk janë dakord, Viola. Do dhe në qik durim. Më duke se ju në Brezili nuk e keni durimin. Durimi është qelsi kryesor. Do toleranca. Në një qift është toleranca. Kokëfort ti, kokëfort buri, nuk të nxjerr gjikundi, Viola. Do të qik durim. Ndoshta edhe vlerat që kanë marrë... Ndoshta them unë pavarësia. Ndoshta pavarësia. Keni pavarësinë tani, ti punon, nxjerr vetë lekun, nuk ke nevojë për atë, e kupton janë ca gjëra. Kështu e kuptoni, kështu e keni kuptuar dhe kështu është zgjidhja juaj. Nuk kam të drejtë të gjykoj asnjë dhe për asgjë. Absolutisht. Po që familja, unë për familjen. Çfarë vlerash ke dashur që t'i japësh, ose më saktë, kanë qenë vlera që ke dashur t'u japësh fëmijëve të ndryshme, nushi? Djali ndryshe dhe gocës ndryshe, apo ka qenë vetëm një rrugë? Absolutisht. Një qëllim. Unë kam pas një qëllim në jetë. Fëmijët, të dy fëmijët, sidomos djalin, e kupton se nga vetë natyra. Po, më çapkën. Më çapkën, ne kemi qenë në një lagje që ndoshta Çolja e ka emrin e keq, po nuk është kur keq, sepse Çolarak të vjetër janë strikt, po ta them unë, po, sepse kam 35 vjet në atë lagje dhe e njoh mirë dhe ambientin. Më tepër te djali se sa te vajza. Edhe te vajza, sepse ka mbaruar gjimnazin, mbaruar universitetin, vinë rresht ato, Viola. E kupton? Dhe parimi im kryesor ka qenë tek djali. Do lek, do më thuash mua. Hyri mbrëmja, darka, të dy fëmijët. Unë, po im shoq, ka qenë shumë strikt. Ora 9-10 unë të dua në shtëpi. Domethënë duhet dhe pak autoritet. Absolut. Për mua është familja, Viola. Unë nuk i e fajs as shkollës, as njerit për edukimin e fëmisë, absolutisht. Është prindërimi në shtëpi. Ka të bëj shumë, Viola. Ta shikosh, unë jam nën, jam gjyshe. Jam pothuajse nëna moshe mamas tënde, nuk e di mund ta kesh më të re. Po familja ka kërkesë llogarisë në familje. Në qoftë se do të kesh fëmijë. Në qoftë se s'do pastaj, lëshoje fëmin, thot do vetë të fletë shoqja, do vetë të fletë shoku. Po jemi këtu sonte, po jemi atje nesër dhe ka mbaruar, ka marrë rrugën. Janë të gjitha këto që po thua ti që e mbajnë familjen të bashkuar, nushi? Janë të gjitha këto elementët bazë për një familje të bashkuar? Apo nuk funksionojnë në çdo familje këto që po flas? Nuk funksionojnë, po ti dëgjoj se çfarë po bëhet, Viola, shiko se çfarë ku po jetojmë. Ku po jetojmë? Jetojmë në një ambient, ti shikon nga se. Nuk ke. Nuk për mua dhe pastaj unë ri si prind dhe them ma ka fajin shkolla. Jo. Shkolla të edukon, të mëson. Unë bazën e kene familje, bazën e me që fëmijë, Viola. Zero. Mua 6 nuk kupton, thua ti nuk kupton. Nuk kupton. Po fëmija e merë. Jo, kjo nuk është jotja. Dhe nuk e të rita prekësh, sepse s'është jotja. Duhet të mësosh të thuash jo. Absolutisht. Duhet të mësosh të thuash jo. Në të kundërt jepi. Me cilin, duke qenë se ti ke dhe vajzë dhe djalë, me cilin ke qenë më tolerant, nushi? Apo ke qenë po njësoj, si me vajzën dhe me djalin? Me vajzën kam qenë më tolerant. Po prap, edhe me djalin, nuk është se... Kam qenë gjithmonë bashkë, kemi qenë bashkë të dy, më kërkus ka qenë im shoq, tek djali. Ka arritur ta mbaj rolin... Jo, ka arritur, po ka arritur, ka qenë kërkus në kuptimin që të rish, lësho. Kush nga fëmijët e ndjek modelin tuaj të familjes, në sensin të rish e mos e këput? Djali në familjen e tij apo vajza? Vajza është tek shoqi dhe nuk... Djali është... Ka marrë nga juve, ka marrë nga sistemi juaj? Jo, është në çik më ndryshe. Është më ndryshe nga... Është më ndryshe se kërkon. Është më tolerant, është më mirëkuptues, është më bashkëveprus me bashkëshorten. Është kanë momentet e tyre, po që djali them se... Je një vjerë strikti? Jo, absolutisht. Po pse ne pajsojmë gjithmonë vjerat? Jo, nuk flas. Në qoftë se do të kesh një raport të mirë me... Qoftë se ke dashur djalin, ke dashur nusën e djalit, Viola. Unë jam vjerë dhe vajta, po thuaj se 8 vjet me nusën në shtëpi. E para e punës i kam thënë, dilni veç dhe bëni si të doni. Ngri kur duash dhe bë çfarë duash, unë nuk kam të drejtë të krijoj llogari dhe nuk kam të drejtë të krijoj llogari. Kam mundësi ta ndihmosh nusën.
ndihmoje. S'ke mundësi, mos e ngatro. Sepse ke vajzë vetë, unë kam vajzë vetë. Më dhimë se të vajza mua, edhe ajo vajzë nëne është. Kështu që dy të krijosh një raport, Viola, jo se do ta duash. Vjerën nuk arrin kur ta duash sepse nuk e ke. Po dy të krijosh një raport respekt, nuk se vjerë. Që unë atë respekt du t'ja imponoj unë. Jo ajo mua, sepse ajo shevo është fëmijë. Dhe unë në qoftë se sillem keq me të, ajo unë do mbjell urrëtie tek ajo. Kështu që në një raport vjerë-nuse, vjera duhet të jetë shumë e kujdesshme. Dhe mesazhe shumë të bukura. Jo, është kjo. Dhe mesazhe shumë të bukura dhe mbi të gjitha shumë aktuale për kohët që jetojmë, për situatat që jetojmë, se kushdo nga pak i ka prekur këto situata, kështu që janë mesazhe vërtet të ndjera, edhe mbi të gjitha të jetuara, kështu që duhet dëgjuar edhe këshilla e eksperiencave të tilla. Viola, dëgjoj, duhet kesh një gjë se ka vjera që bëjnë xheloze karshi djalit. Nuk e kam provuar, unë kam jetuar me vjerën goxha, me vjerën time goxha. Jo se, do me thënë, ajo ishte me një, bashkë në raport, dhe kur është ndarë nga jeta vjera ime, sinqerisht, po sinqerisht, më është dhimbësur shumë. Më është dhimbësur, sa nuk e di mu bëj një birë në barkë, sepse raporti që krijohen bashkë, ka qenë i ndjerë, dhe ajo nuk e pinte kafen pa mua dhe unë nuk e pija kafen pa atë. Kështu që unë nuk mund të bëj ndrysh. Nuk e bëj dot me nusën, Viola. Kur? Ka mundësi për ta ndihmuar, do ta ndihmoj. S'ka mundësi, dalë në punën e saj. Ti beson ti te e mira dhe e keqja? Besoj. Besoj, Viola. Te mesazhi që të paktën kur s'ke mundësi të bësh mirë, mos bëj keq. Po. Ka njerëz sot që janë të prirur për të lënduar të tjerët. Janë të prirur për ta lënduar. Janë njerëz të ligjë. Për mua janë të lindur të tillë. Po unë nga jeta kam mësuar shumë që nuk hak mere. Ja lëkos. Do me thënë, ti mund të më bësh mua, mund të kesh bërë më të keqen, unë prap do të flas, ama nuk harroj. Si dhe, jo, non ti mendikare. E kupton, janë ca gjëra që unë si tip, janë njerëz. Për mua njerëzit e ligjë janë të lindur. Duan se s'bën të bëjnë keq. Duan se s'bën të gjejnë momentit për të bërë keq dhe për të goditur. Nuk e di. Beson në Zot? Besoj. Besoj dhe shumë herë dhe i drejtohem Zotit. Ka raste edhe natën kur ngrihem i them o Zot, fal. E falenderoni edhe për gjithçka të ka dhënë në jetë? E falenderoj. I kërkoj dhe falje ndonjëherë. Kërkoj falje për këtë që mund të kem bërë, apo për atë. Zoti është i madh, gjithë ne një Zot kemi, Viola. Neve familje nuk e zgjedhim dot. E kupton? Familja krijohet, pastaj se është edhe kështu që duhet besojmë në Zot. Duhet besojmë. Ka vend për dashuri kjo bota jonë sot me Nushi? Nuk besoj, njerëzimi është ftohur shumë. Shiko si kanë ardhur kohërat, Viola. Nuk të vllajin, nuk të vllaj motrën. Zien për tokën, zien për shtëpinë, zien për pasurinë. Kush mori me veten? Ajo tokë që ti zjesh, ajo tokë ty ta. Nuk janë dakord. Kur? Kush mori me veten? Asnjë. Po gjithsesi ne jemi shpërfituar si komp. Si jemi shpërfituar të vërtetën. Të thuash të vërtetën. Pastaj megjithatë kush mori me vete? Asnjë. Mesazh i bukur për ta mbyllur, nëse ne kemi shumë gjëra, mund të rrim edhe me orë pafund për të biseduar me Nushin. E ju të jeni edhe shikues dhe dëgjues, po pse jo edhe bashkëpunues në bisedën në podcastin Çfarë nuk tregojnë femrat. Nushi, të falenderoj që ishe. Faleminderit Viola. Suksese në televizionin Blu të Vlorës, suksese pronarit tuaj. Ne një personalisht kemi respekt për pronarin tuaj dhe qoftë i mbar për gjithë. Të falenderoj jashtëzakonisht shumë, mbar edhe për radion tuaj dhe të kemi zë siç kemi vale kaltër me të cilën ne krenohemi. Faleminderit Viola, shumë faleminderit për ftesën, shumë faleminderit për mundësinë që më dhe. Unë nuk para dal. Po, me sa të kam njohur, po. Nuk më pëlqen, po ftesa me ty, ndoshta rrethanat që unë të dua, kam respekt. Edhe unë të dua fort. Dhe më bëri që unë të vi pa e kundërshtuar fare. Ma bëre shumë të bukur këtë emision. Pa e kundërshtuar fare. Ne kemi një nevojë për njerëz real.
Bota kanë nevojë. Faleminderit Vjolla, shumë faleminderit ty që më dha këtë mundësi. Faleminderit miq që na ndoqët.